Përfytyroni se jeni në një shesh, por jo në sheshin e një qyteti, por në sheshin e një komune ku në përgjithësi njerëzit kanë të njëjtat halle, të njëjtat gëzime, të njëjtat probleme. Ka dikush që është më i barabartë se tjerët, dhe ai është kryetari i komunës, i cili do vijë tani në sken, por le ta presim siç i ka hije një personaliteti të tillë. Kryetari i komunës! Përshëndetje. Kam ledhja këshillt komunës kina dalë me i komunikat. Ministri pa dhe me shki komunat me shkurtu kryetarësion e me vonë më pa kryetarë si të kënë mundësi me zgrab ma shumë. Me dhe me kënes punogen a shegen atë korruptum. Tashe, po i shtroj pyetje zëtit kryeministër. Pse? Kush? A? E dashur fshat në atë komunës. Sa dhe me majti fjalim për komunë si përgjigje për kryeministrin. Shumë njerëz dhe në politikan më kanë thonë muve pse vallë do desha unë me majtë këtë fjalim. Ju përgjigja me kulturë e në pastër. Mës më qani trapin. Kundërshtarët e mi politikë më kanë akuzu muve që mi rënoj të kishës pas kam nërtu pallat. E në me këtë rast pas kam prish kulturën e komunës. Pa psera ty në njëri kulturën edhe, kulturën ta jep familja. Se për moment i shkollën e kena bo qendër artimi, poshtë i kena von loto, lartë bilardo. Edhe ma me zëti ki minister, ky është zhvillim. Kupta? Të shim kanë akuzu muve, se gja unë pas kam morë rëshfet. Pallatet i kam botë gjitha me lekët e mija. E në plasë për i notit i pëdesh. E në i kam bo me kursimet e mija. 100 lek sot, 100 lek nesër, dersa u bon 8 milion euro. Këta? Të shi, lidhje me këtë rënojnë e kishës e këtë dion që. A kena thonë që du me boj komunë moderne? Pa, e kena thonë. Të shi që e kena thonë, si mund të bëjmë komunën moderne ne, po që në rënojët të të? Pra, zëti ke minister, ki kujdes, se ky është zhvillim. Dekord? Të shi, unë ndërtova i pallatë të ty, me thonë drejton, po i ka gjithat mirat. Të shi, ma thonë ju muve, qa kishte kishta? Qa kishta kishta? Hermo! Me që e ka këshu kisha, që ke pas kisha të mren? Aty më tokë, ca piktura me ca gra me fmi si që nëfë aty të nejtë. Pa sigurisht do t'i prishim e se t'prishet zemra ku i shefa të më tokëre. Për zot përë. A, e ke lafën për statujet. Ato që ishin me dorë të këputme, me kom të këputme, i hudhë në ta. Ishin të vjetra që do më tone. Pra, e në ata gura lecët që ju i thake një gja që shekan mozaik, nuk i hudhëm. Por i përdorën për të forcu lachin kur shtrum komunë për para. Kaq? E në prap kam dërgu fotograf t'i bëj foto kishës që kush do me pa ta shofim foto. Pra, faleminderit shumë votoni për mu për herë. Pra më falë se më thatë që gja kisha në asil të turista. O nërë turista ty ke kisha, nuk o që ditë njëri. A mo kur pan palatin si për kishës u që ditë në gjithë për zëtë. Ka e në ca që duar trokitën. Pra, zëti kej minister më së merë me komunën tonë. Ma vonë në ka lindi problem tjetër. Të turistët me që kujtati se i qumë atjene? Shku me blen fugona, me qunë në halës, lam lesh të ble fugona. E në kur silësim turistët tje, në thoshit për në ndotet atmosfere e grafje globale ku diun që muhabet është boni jo. Atere, bona i projekt tjetër, ku marmita furgonit, mos talëshot e ty minjash, po ta fuste e mrem furgon.
Mas dhena thatë, po në asfiksojnë rëpt. Qere doni më njau, dani muhabetin, doni ajrin a turistin. Ajrin pra. Ashtu dhe. Të shë, ky projekt që nisa unë me qunë në halës, jo vetëm që na njëllë për gjysë, po jo hardë mordja se lëm lesh të ble furgona, në higën lek furgona. Ska problem, do të zhvillojmë si projekt më vonë. Falë nësë telefoni. Bravo. I mesazh Garefiku, një fshatar i kamunës tonë shemull i luftës kundër korupcionit. I lash ke baqa 2 vica ti ketë mirë qomshi. Veshdej më poshtë. Një ke merdi i mesazh ka bexheti i katonari jonë atë. Zoti kryetari i komunës, pse ke shku në Tiranë e nuk rrim komunë aty ku ke dhespin? Ku ke dhespin? Bexheta kështu, Mirë bexheta, po i sqaroj mirë rëpë se me ty merë në më vonë. Unë kam hikë në Tiranë dhe unë e di sa që po heqë me familjen time me ziblemi shpike bloku. Parim rrugve, pashe zotin po. Por po ja u sqaroj pse kam hikë ka komuna. Komuna s'kishte zyra, e në unë që bona, i ti lonë komunës shpin time me qira për zyra për komunë. Po për zotin e kam lonë me shpim të regu 6.500.000 deq. Jam regu. Pra, që ta mori vesh bexhetit gjithë ju këtu s'ka vend për korupcion. Po më falë një qikë. Ala në vrëzo. Po e në vrëzo. A mundet me kalu lumi ke shpia bexhetit? Pa, atë projektin që kena pas. Si ka deviju lumi vetë? Atyre ishte lumi kalova që parë? Mirë, du pa tjetër të kaloj gjoke shpia bexhetit. E ka që po të themë në ty? Pa, a ka mundësi treni me kalu? Nesër i du shinat e trenit ke guzhina bexhetit. Ka që po themë? Hajtë pra. Pra, si që thash, kjo komun po puno pa lidhje. Pa lodhje. Sepse ina na që kena shtru 107 kilometra rrugë kena shtru neve. Kena mjell, fidani kena mjell neve. Te komune jonë atje. E në hajdi zëti kriministër, e në shif aty se si ka lëlzu pëlli, se si ka lëlzu gjë e gjallë, jo. Shif, me vetën time i dit po pëtë qa vetën. Ore, pse o ka që i zgjut kjo Edi Rama? Me thane muve se pas ke letëzu Gjogja Fishta. Shumë mirë, e letëzova në unë Gjogja Fishtën, e në du me mëllë këtë fjallim me atë që pas ka thonë këj burri atere. E të shi, ja bom shqiptarve, ja bojme në Shqipëris, me faj, dhe të shi, bom shqiptarët, dhe bëjmë Shqipëri. A kupta, faj s'kisha,